janë Damian Gjiknurit. Damian Gjiknuri ka qenë ministër transportesh më para dhe ka bërë disa rrugë aty. Dhe lehet për atë zhvarrosjen e lumit, marrjes lumit të këto të inerteve, gjitha këto janë firmosur nga tenderi i Çukës qafë plotë është. Por ka qenë dhe Damian Gjiknuri më para. Po janë rrugë. Mund ta fillojmë çka Spartak Poçi. Mos bim te Spartak Poçi. Ndihmoj gazetarin me që jetë tek rruga se kanë qenë ta them një fjali. I kemi në zonën atje. Si shfoli për infrastrukturën e Tiranës, në rast se do funksiononte tërë drejtësia, kryesisht duhet të nisej një çështje dhe për faktin që ti rrugën e Durrësit nga 3 kalime e bën me 1 kalim dhe lev një vend koti. Sepse i krijon një dëm qytetarëve. Tash të shkojmë ke rruga e famshme ke arrat e Gurrës. Kryesisht ti si prokurori duhet shkoje papritur në një sinjal mediatik dhe të shifje që në 10 kilometra lumi shkumbin iku nga shtrati shekullor dhe shkoj atje ku donte qefi i mazhorancës. Ti si prokurori kryesisht duhet shkoje atje dhe të shikoje këto firma që po punojnë, mos kanë bërë ndonjë veprimtari pa projekt fare, sepse dyshoj shumë. Dhe ti si prokurori nuk duhet sillesh si IKMT-ja, kur them si prokurori në përgjithësi në gjithë elementet. Domethënë një institucion burokratik. Po ti merr disa hetues, ti merr disa oficer dhe ndalon atë brigadierin që është duke i afutur me skrap të shtratit të lumit edhe pasaj malit, dhe i thua, më ndalo pak, më sill pak inxhinieri, më sill çik projektin këtu në terren. Se unë dyshoj shumë që janë bërë këto veprime apo jo. Nga mënyra që mos bëhemi gjitholog, por nga mënyra se si e jetojmë situatën, duke kaluar qoftë edhe një herë në atë rrugë, ti e kupton që ka diçka që nuk shkon aty. Dhe në tërë këto element, si do zgjidhen edhe nëpërmjet atij konfliktit të famshëm ligjor që me drejt zotëria thot, prokuroria ndërhyn dhe atje ku ty s'ta merr mendja, se shpesh e kam dëgjuar thonë çdo prokuroria me rrugën, po do prokuroria me rrugën, sepse sjell pasoja, nuk është fjala vetëm ke vjedhja, sjell dhe pasoja që ti të izolohet juglindja dhe të gjithë thonë e pati fajin shiu. Jo më zotëri, nuk e pati fajin shiu. Fajin e patën 2 pyetje të thjeshta që duhet të krijosh ti në kokën tënde si prokurori dhe t'ia kërkosh atij personi. E para e punës, a ka leje dhe a ka projekt? Dhe e dytë e punës, kjo leje dhe ky projekt, a janë dhënë në parimin e proporcionalitetit të ruajtjes së mjedisit dhe ndërtimit të veprave publike. Sepse e biem shumë shkurt, e kam thënë që ditën e parë që po ndodh. Mund të kesh leje, por do të thotë në Austri, ke rrugët kur bëhen punime dhe u futet në thes që mos krijohet tym në fshatin atje. Po shko në Kosovë dhe shiko si është autostrada Arbën Xhaferi, që mos prekej ai lumi i Grykës Kaçanikut, ura më e vogël atje është 6 kilometra e gjatë, që mos prekej lumi. Dhe të gjithë këto element i studion dhe i vlerëson prokuroria, jo si IKMT. Dhe s'mund të ndalësh ti si zotëri i bukur e thuash, jam i sigurt thot që ka leje. Jo, leje le të ketë, pa është dhënë në parimet ligjore dhe në parimet e proporcionalitetit leja. Këtu shkojmë ke vepra penale. Këtu shkojmë ka jo pasoja, jo shkaqet që mund të jenë 1000 herë më të mëdha. Ikëm nga rruga. Jo, të rruga do qëndrojmë se ishte bërë një rrugë në Kosovë, tani ishte 17 kilometra ura. Rresht dhe ishin shumë mërzitur kosovarë që kishte kushtuar 10 milion euro kilometri. Shumë të ofenduar që mund të shembull konkret, autostrada Arbën Xhaferi që lidh Prishtinën me Shkupin. Kush ka kaluar atje, duhet ta kuptojë që vetëm për të mos prishur një lugin, ata kanë ndërtuar ura pafund. Pyetja është thjesht një sekondë, ju lutem, do të kthehemi ke pyetja. Çështja është në këto momente